Egli Tako, moderatorja më e re e Diell, ka tërhequr vëmendjen që në prezantimin e saj të parë këtë sezon në Top Channel, por sapo nisi programi, ajo u vu në një situatë jo pak të sikletshme nga kolegja e saj Nevina Shtylla. Nevina, e njohur për batutat e drejt për drejta, e pyeti publikisht nëse do t'i bashkojë panelit të Trotuar, emision ku pjesë e debatit është edhe Xheneta. Pyetja ngjalli menjëherë kuriozitet se publiku duke ngritur pikpyetje për një përballje të mundshme mes dy vajtave. Egli u befasua nga ftesa e papritur dhe nuk dha një po ose jo të qartë. Me një buzëqeshje të ndrojtur, ajo u shpreh: "Me thënë të drejtën, e di që nuk kam prishur shefin për asgjë deri tani, por këtu duhet ta rimendoj." Arbana Osmani akuzon produksionet për sukseset e spektakleve. Moderatorja e njohur shqiptare Arbana Osmani ka reflektuar së fundmi mbi drejtimin që po marrin spektaklet në televizionin modern. Në një bashkëbisedim të sinqertë me ndjekësit të saj në Instagram, ajo nda mendime mbi të ardhmen e këtij formati dhe sfidat që shoqërojnë sot. E pyetur nëse do të rikthehet në ndonjë projekt të ri televiziv, Osmani tha se çdo vit merr propozime për të drejtuar një tjetër spektakël që synon të krijojë të njëjtin sukses si më parë. Megjithatë, sipas saj, vendimet nuk janë gjithmonë në dorën e moderatorit, janë produksionet dhe algoritmet ato që diktojnë lojën sot, u shpreh ajo.